Horoskopi ditor e shtunë 13 qershor 2026. Do e lini pas dore paksa sot personin që keni në krah dhe marrëdhënia në çift nuk do të jetë ashtu si e keni menduar. Duhet të mbani edhe më tepër përgjegjësi për gabimet e së shkuarës. Beqarve ju kanë rezervuar hyjet një takim breslënës. Financat do të përmirësohen ndjeshëm, fal fitimit të një llotarie ose të një shpërblimi të marrë nga puna. Demi. Do të jeni të imase xheloz sot për atë që keni në krah dhe nuk do t'i mendoni veprimet që do të bëni. Kujdes, sepse çdo gjë ka një kufi. Beqarët edhe pse do të lodhen së kërkuari princin e tyre të kaltër, nuk do t'ja dalin dot mban. Financat do t'i menaxhoni me shumë maturi dhe përkujdes. Situata fatmirësisht nuk do të jetë as pak e keqe, përkundrazi. Binjakët. Beqarët do të jenë ata që kanë më shumë fat nga të gjithë. Do të realizojnë takime të njëpasnjëshme me persona vërtet mjaft të veçantë. Të dashuruarit do të vazhdojnë të njëjtën rrugë që kanë nisur. Mbrëmja do të jetë disi më e ngrohtë. Në planin financiar nuk duhen ndërmarrë sfida edhe sikur situata të jetë shumë e qëndrueshme. Gaforia. Nëse jeni prej kohësh në një lidhje, sot do t'ju duket sikur nuk e keni shfrytzuar si duhet jetën dhe do t'ju mungoj pavarësia apo liria. Flisni me partnerin dhe mos bëni asgjë të nxituar. Beqarët më mirë t'i mbyllin syt se sa të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen. Në planin financiar situata do t'jetë edhe më e mirë se sa ju e kishit menduar. Nuk do të keni vështirësi. Luani. Çështjet materiale do të jenë ato që do të sjellin debate dhe konflikte gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Mundohuni t'i ndani gjërat një herë mirë. Disa beqarë do të kenë ndryshime në jetën sentimentale, ndërsa disa të tjerë do të vazhdojnë të njëjtën rutinë. Financat nuk do të jenë të këqija, kështu që përfitoni për të kryer shpenzimet më të domosdoshme. Virgjëresha. Pasioni do e pushtoj ditën tuaj sot dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Do të ndiheni aq mirë në krahët e partnerit sa që shpesh do t'ju duket sikur jeni në një ëndër. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm sesa të bëjnë gabime të pafalshme me zgjedhjen e ndonjë personi. Në planin financiar do të keni ndihmën e familjarëve apo të afërmëve të tjerë. Peshorja. Komunikimi dhe bashkëpunimi do të rivendoset sërish në jetën tuaj në çift. Do të flisni edhe më hapur se më parë me atë që keni në krah. Beqarët do të joshin një person të papërshtatshëm, i cili mund t'ju sjellë edhe probleme në të ardhmen. Kujdes, të ardhurat do të jenë goxha të mira. Gjithë sakrificat që keni bërë kohët e fundit po ju shpërblehen. Akrepi. Nuk do të bini dakord për disa gjëra sot me partnerin tuaj dhe tensioni mund të ndizet së tepërmi. Bëni kujdes me ato që do të nxirrni nga goja. Beqarët do të kalojnë mirë pranë miqve dhe shokëve dhe nuk do e ndjejnë nevojën për të krijuar lidhje. Me financat duhet të bëni kujdes. Edhe pse situata është e qëndrueshme, nuk duhen bërë çmenduri me shpenzimet. Shigjetari. Ndryshoni paksa pamjen tuaj të jashtme sot dhe do e çmendni edhe një herë atë që keni në krah. Në këtë mënyrë do e ndryshoni edhe rutinën që ju kishte pushtuar. Beqarët do të kenë dëshira të çmendura, por nuk duhet absolutisht të nxitohen sepse do të krijojnë përshtypje shumë të keqe tek të tjerët. Financat mundohuni t'i ruani për një kohë sa më të gjatë në të njëjtën gjendje. Bricjapi. Do jepni më shumë prioritet se kur jetës tuaj në çift. Do të mundoheni t'i plotësoni dëshirat partnerit dhe të ndiheni sa më mirë me të. Beqarët do takohen rastësisht me një shok fëmijërie, por kësaj here do e shohin atë me një sy tjetër. Në planin financiar do të bëni çmos të përmirësoni situatën dhe do të gjeni mënyrën e duhur për t'ia dalë. Ujori.
Do të jeni shumë impulsiv me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do të mund t'i thoni gjërat të cilat nuk do duhej. Në ndonjë moment situata edhe mund të dalë jashtë kontrollit. Beqarët me shumë gjasa do të gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do të fillojnë një tjetër etapë në jetën e tyre. Financat do të vinë dal nga dal duke u përmirësuar, por vazhdohuni të tregohuni të matur me shpenzimet. Peshqit. Do të jeni më romantik se kur gjatë kësaj dite, ju që jeni në një lidhje. Çdo gjë do të shkojë ashtu si e kishit menduar, madje emocionet do të jenë të fuqishme. Beqarët gjithashtu do të jenë të gatshëm të bëjnë sakrifica vetëm për ta pasur për vete atë që pëlqejnë. Financat mund të përkeqësohen nëse nuk bëni kujdes me shpenzimet. Do të keni vështirësi më pas, edhe do ta keni të vështirë ta ktheni gjendjen si dikur.